Universiteti Mezetar i Shqipërisë ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Mjekësisë Tiranë, duke shënuar një hap të rëndësishëm drejt forcimit të partneriteteve akademike brenda vendit. Pikërisht kjo marrëveshje që ne po nënshkruajmë sot do jetë një ndihmë shumë e madhe për Universitetin Mezetar të Shqipërisë, për Fakultetin e Shkencave Mjekësore, në mënyrë që qoftë shkëmbimi studentëve, qoftë shkëmbimi përvojës midis akademike, midis pedagogëve, qoftë përdorimi dhe shfrytëzimi i të gjithë institucioneve që lidhen me shërbimet shëndetësore. Jam i bindur që përtej të gjithë asaj nevoje të ndërkombëtarizimit, ne kemi edhe një nevojë kombëtarizimi. Pra brenda universiteteve shqiptare është e nevojshme sot, jo vetëm këtyre që janë në Shqipëri, por ndoshta edhe atyre të rajonit shqipfolës, të trevave shqipfolëse, është e nevojshme që të krijojmë një konsorcium universitar të përbashkët, i cili të ofrohet si i tillë edhe në garën ndërkombëtare. Kjo marrëveshje synon të nxjisë bashkëpunimin e përvojave ndërmjet stafit akademik dhe studentëve, bashkëpunimit në projekte kërkimore, si dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta shkencore dhe profesionale. Ky partneritet konfirmon angazhimin e Universitetit Mezetar të Shqipërisë për të zgjeruar bashkëpunimin institucional dhe për të rritur cilësinë e arsimit të lartë në vend.